Emisioni Studio Sport, i cili vjen çdo të mërkur në ekranin e RTS Shkodra, këtë radhë kishte në fokus mbylljen e sezonit për vllazninë superiores dhe merkaton kuqeblu, si dhe suksesin e kombëtares femra, e cila arriti një rezultat fantastik, duke mundur në stadiumin Loro Boriçi kombëtaren e Malit të Zi 5-2. Ky është tamam super sukses sepse ke kalu dhe Malin e Zi, edhe sot jenë play-offin e kampionatit botëror, një super sukses, duhet ta them, sepse është hera parë që hinë këtë event. Bashkëpunimi me legatën është në më perfekte dhe do të thonë që një bashkëpunim shkodranësh në total po jep vlerat pa diskutueshme me futbollit vajzave jo vetëm në Shqipëri, po jep kombëtarës tonë. Stafi duke pa për element cilësor që më shërby ekipit, pra ato goditje që do bëhen në merkato, të jenë goditje cilësore, jo ndoshta për me mbush listat e ekipit. Dhe shpresoj dhe besoj që do të bëhet një ekip konkurrues sepse ne kemi edhe Kupën e Europës shumë shpejt. Pjesa e dytë e emisionit i kushtua atmosferës së prak kampionatit botëror të futbollit, i cili organizohet në Amerikë, Meksik dhe Kanada.